Milorad Dodik dhe Aleksandar Vučić po ja kanë frikën aleancës ushtarake ndërmjet Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës, duke cilësuar atë si kërcënim të drejtë për drejtë. Dodik ka bërë të ditur se ka thirrur një takim me udhëheqësit e Serbisë për të diskutuar zhvillimet e fundit në rajon. Në seancën e kryesisë së Aleancës së Socialdemokratëve të Pavarur, diskutuam gjithashtu ndikimin e aleancës ushtarake të Zagrebit, Tiranës dhe Prishtinës. Arritëm në përfundimin se ajo përbën një kërcënim të drejtë për drejtë për Republikën Serbe, ka shkruar Dodik në llogarinë e tij në X. Lidhur me këtë, opinionisti Gani Mehmeti ka deklaruar se armiqtë kryesorë të shqiptarëve janë serbët për shkak të historisë së luftërave, asimilimeve, vrasjeve dhe dhunimeve të tyre. Ai ka paralajmëruar se synimi i Vučićit dhe Dodikut është zgjerimi në tokat shqiptare, kroate dhe të Bosnjës, duke formuar Serbinë e Madhe. Nuk është e kot fjala e urtë popullore, u i fle, hasmi nuk fle. Ne me kohë kemi armiq serbët, jo me fajin ton. Ata u bën armiq tanë numër 1 me veprimet e tyre, me luftërat e tyre, me masakrat mbi popullin shqiptar, me asimilimin e shqiptarëve të mbetur në tokat tona të pushtuara prej tyre, me vrasje, me plaçkitje, e në luftën e fundit edhe me dhunime të femrave shqiptare. Synimi i Dodik dhe Vučić është të zjerohen në tokat shqiptare, ato kroate dhe ato të Bosnjës. Është shumë e çuditshme se si nuk u ngopën asnjëherë me tokat tona të pushtuara, sepse e tërë Serbia dhe republikat e tjera ish jugoslave janë të vendosura në tokat shqiptare, dikur të quajtura ilire, siç e njeh historia. Serbët po tregohen të pangopur në gjakun e shqiptarëve dhe krejt ajo për të cilën flasin, e bëjnë plane, Dodik e Vučić, është që të pushtojnë tokat të tjera për ta formuar Serbinë e Madhe. Kjo shihet nga armatimi i Serbisë me armët më moderne, siç mori vitin e kaluar aeroplanet Rafale nga Franca, ndërsa tani me raketat nga Kina, ka thënë ai. Tutje Mehmeti është shprehur se pretendimet se Serbia është e kërcënuar nga Aleanca Kosovë-Tiranë-Kroaci janë vetëm alibi për armatime, ndërsa qëllimi i tyre real është të ndërhyjnë sërish në Kosovë dhe Bosnjë. Ai ka theksuar se fjalët e tyre nuk përputhen as me qëllimet. Këta diçka tjetër thonë, tjetër mendojnë. Ata duan që të marrin ende toka të tjera për krijimin e Serbisë së Madhe, është shprehur ai. Po ashtu Mehmeti e ka komentuar deklaratën e Dodik se Aleanca Kosovë-Shqipëri-Kroaci është kërcënim, duke i quajtur të pavërtet, pasi Aleanca ka synim vetëm mbrojtjen. Kjo e tëra është e pavërtet. Sa herë është thënë se Aleanca nuk është formuar për sulme, por vetëm për mbrojtje nga kushdo qoftë. Kjo që e thot Dodik këtu, siç kanë biseduar, nuk është diçka e re. Këtë e ka thënë Vučić sa herë që prej lidhjes së aleancës mes Kosovës, Shqipërisë e Kroacisë. Ata nuk janë të kërcënuar nga kjo aleancë, por nuk e kanë të lehtë nëse ndërmarrin ndonjë sulm mbi Kosovën, sepse janë mësuar të jenë gjithnjë shumë më të armatosur se sa populli shqiptar. Ata nuk janë mësuar të vriten nga luftërat shqiptare, prandaj ankohen. Nuk është se kanë frikë nga ndonjë sulm, por nga fakti që nuk mund të pushtojnë më tutje tokat shqiptare dhe kroate.